Paria e Tiranës arriti e garantoi të ardhmen deri në 2030 të paktën. Nuk do thoja që ka garanci, në politikë nuk ka kur garanci, por Paria e Tiranës tregoi veten jashtëzakonisht shumë kompakte dhe për spektatorët tuaj do duaj thënë se çfarë përfaqëson Paria e Tiranës në gjithë ato grupimet që dolën nga ish regjimi komunist, ju bashkua profesorati dhe niveli i dytë ose i tretë i elitës komuniste dhe krijuan atë që është sot Paria e Tiranës, ndarë në grupe të ndryshme, gjithë secili luan rolin e vet, një teatër kabuki të frikshëm, ku tani më janë ndarë rolet, ku kryeministri në detyrë e tregoi veten si njeriu më i aftë dhe më i zoti për të mbledhur rreth vetes pushtet, banda, do të fitonte këto zgjedhje kryeministri edhe në qoftë se nuk do të kishte vjedhur, por duke qenë nën kontrollin e bandave dhe sindikatës ndërkombëtare të krimit, nuk e ka të mundësi që të mos i lejojë parit lokale ose njerëzit e tij lokal që kur vjen puna të marrin dhe të vjedhin sa më shumë vota. Pra, kjo ishte një zgjedhje të parashikuara. Kishte një marrëveshje e cila doli nga dhënia e vulës Sali Berishës në kohën e gjyqit për vulën e PD-s dhe kjo do të kishte qenë përfundimi, u kontrollua deri diku nga Paria, por pastaj antarët lokal, ata që luftojnë për vota personale ose ata që blejnë vota tek shtresat e varfra, u përpoqën të dalin disi nga konturet, por dhe aty duket kontrolli i plot fuqishëm kur Partia Socialdemokrate po rritej shumë spaku i trokiti këtë dera. Zoti Loj, me atë që unë kuptova nga ajo që ju thatë nga analiza juaj, janë gjithë kënaqur. Berisha i kënaqur, Rama normalisht i kënaqur, por populli duhet presë që ta shpëtojnë nga jashtë me parashuta për të hedhur në Shqipëri. Pra, si mund të dilet nga kjo situatë? Për te fjalëve, çfarë mund bëhet? Sikoni, problemi kryesor është që tani më Shqipëria ka rrëshqitur në një diktaturë të pashpallur, megjithse duke parë zgjedhjet e fundit ndoshta duhet ta quajmë edhe diktaturë të shpallur, sepse si kryeministri, ashtu edhe ai që pretendonte të ishte kryeministër, kur u pyetën nga gazetarët që kur mendoni se mund të dilni nga politika, cilat janë kushtet në të cilat ju mund dilni nga politika, drejtuan syt nga qielli. Kryeministri me një arrogancë të pashoqe për një politikan që e mban veten si evropian, se sot është duke u takuar edhe me samitin e Evropës, kështu që i duket vetë shumë evropian, mirë po kur sillet në politik, ai sillet vërtet si një diktator jakobin i vogël, si vllai i zotit Vučić, siç e ka quajtur veten, ndërkohë që edhe zoti Berisha mendon që vetëm Zoti mund t'ia heqë drejtën që të zaptojë opozitën. Ai që ka ndodhur është kjo, që kryeministri bëri marrëveshje në vulën, opozita i shiti këto zgjedhje, opozita zyrtare po flasim, me kinse opozita, ose ashtu quajtur opozit, dhe roli i saj është që të zaptojë këtë vend në mjedisin tjetër ose një të duhur. Kjo nuk ka lidhje me tu ka lidhje me kontrollin e shtetit, tu ka lidhje me shumë çka tjetër që shkon përreth këtyre zgjedhjeve. Pra zgjedhjet nuk ndodhen në një vakum politik. Ndaj dhe unë, siç kam thënë, prej shumë kohësh dua ta ritheksoj, tani më është më së e qartë. Njerëzit duhet ta shohin në dritë syrit vërtetë. Në Shqipëri kemi dy palë. Kemi Parinë e Tiranës, e cila punon kundër shqiptarëve, e cila punon kundër interesave kombëtare, e cila kërkon vetëm të pasurohet, e cila i ka shitur shqiptarët disa herë, do të vazhdojë të shes, pa më të voglin dyshim, të gjithë bashkë, kompakt, secili në rolin e vet, kryeministri në rolin e vet sundues dhe kryeopozitari në rolin e vet që zë vendin, dhe në anën tjetër kemi shqiptarët, cilët janë të hutuar,